Shërbimet e Komisariatit të Policisë Rrugore kanë intensifikuar ndjeshëm monitorimin e trafikut me fokus rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve. Sipas analizës javore, bilanci paraqitet i qetë si dhe me masa administrative, ashtu edhe me ndjekje penale ndaj shkelësve të ligjit. Gjatë javës janë ndjekur në total 33 ngjarje penale. Konkretisht 16 drejtues mjetësh janë proceduar në gjendje të lirë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, ndërkohë 9 drejtues janë proceduar për drejtim në gjendje të dehur, ku 8 prej tyre janë arrestuar dhe 1 është lënë në gjendje të lirë. Po ashtu 7 drejtues janë proceduar për drejtim mjeti pa leje drejtimi, nga të cilët 3 janë arrestuar dhe 4 janë ndjekur në gjendje të lirë. 3 raste të tjera lidhen me largimin nga vendi i ngjarjes, ndërsa një drejtues është proceduar për korrupsion aktiv ndaj personave që ushtrojnë funksionet publike. Në kuadër të masave administrative janë vendosur gjithsej 15.534 gjoba. Pjesa më e madhe e tyre, 11.164 masa, janë për parkim të gabuar. Gjithashtu, 347 masa janë vendosur për përdorim të telefonit gjatë drejtimit të mjetit, 1345 për mosvënie të kaskës mbrojtëse dhe 282 për mosvënie të rripit të sigurimit. Paralelisht në kontrole janë bllokuar 33 mjete. Prej tyre 18 janë hequr me karrotrec për parkim të gabuar, 9 për mungesë dokumentacioni, 1 për gjop të papaguar, 2 për verifikime me targa të huaja dhe 3 mjete janë sekuestruar si provë materiale. Policia rrugore bën me dije se do të vijojë kontrollet intensive në terren duke garantuar transparencë ndaj qytetarëve dhe duke apeluar për bashkëpunim. Çdo qytetar që bëhet dëshmitar i një ngjarje rrugore ftohet të raportojë menjëherë në numrin emergjent 112 dhe përmes kanaleve zyrtare të komunikimit.